Përshëndetje të dashur dhe mirë se erdhët edhe në videon e radhës. Në këtë video do të shohim pak mësimin numër 8 të nivelit A1 të gjuhës angleze, pra të nivelit fillestar. Do të ndalemi të paktën te dy aspektet e këtij mësimi. Së pari, saying and understanding prices, pra të themi dhe të kuptojmë çmimet. Gjithashtu, buying a coffee, të blejmë një kafe. Dhe të shikojmë konkretisht se si mund t'i përdorim këto dy aspekte në mënyrë praktike. Atëherë, së pari do të shikojmë pak monedat, money, në anglisht, lekëve u themi money. Kemi në të majt, kemi euros, 20 euros, 20 euro. Gjithashtu dhe kemi 50 cents. Pra, euro që përdoret kryesisht në pjesën më të madhe të Europës. Pastaj në të djathtë kemi pound or pounds në shumës me s, shleku që përdoret në Angli, 20 pounds, kurse monedat e vogla u themi pence, ose shkurt mund të themi dhe p, 50 pence, 50 p. Dhe pastaj kemi dollarin amerikan, $20, dhe monedat e vogla u themi cents, njësoj si tek euro, 25 cents. Të shikojmë pak në të djathtë disa çmime dhe mënyrën se si I themi ato në gjuhën angleze. Kryesisht shenja e monedës do të vendoset përpara çmimit, si shikoni edhe në rastet. Në rastin e parë për shembull kemi pound, shenja e poundit, në rastin e dytë kemi sën me një vizë nga lart, që është shenja e dollarit, dhe në rastin e tretë kemi shenjën e euros. Atëherë, 12 pound është 75, si e themi, 12 pounds, 75. Pastaj kemi $1.59, kemi dy mënyra, ose mund të themi a dollar, ose mund të themi $1. Duke qenë se të dyja si a dhe one në kuptojnë një, atëherë mund të përdorim këtë duam ne. $1.59, pastaj kemi 50 euro edhe 99 cent, 50 euros 99, 5 euro 35, $5 and 35 cents. Kujtojmë edhe njëherë, edhe monedha për dollari, euro, pound do të marri shumësin, pra sën e shumësit, nëse kemi më shumë se një. Edhe gjithashtu monedat e vogla përsëri ato do të marrin, si në rastin ton cents, do të marrin shumësin me s, pra kur kemi më shumë se sa një. Pastaj çmimi I radhës, $13.25, $13.25. Pastaj kemi 3 euro 20, 3 euros 20. Rasti tjetër kemi 60 pence or p. Në rastin këto ndryshe nga monedha kryesore poundi, p e vendosim mbas numrit 60p. Kurse për sa I përket dollarit dhe euros, zakonisht do ta shënojmë në këtë mënyrë, pra do të shënojmë shenjën e dollarit ose të euros, do të shënojmë 0, presje, pastaj sa cent kemi, 80 cents. Bukur. Kemi disa raste të tjera, $13.25, $13.25. Atëherë, shikoni pak këtu diçka interesante. Këtu kam vendosur në mënyra të ndryshme se si ne mund të themi çmimin e diçkaje. Sidomos kur kemi edhe monedhën e plot, pra dollar, edhe monedhat e vogla. Duke filluar nga mënyra më e gjatë e mundshme deri në mënyrën më të shkurtër të mundshme në gjuhën angleze. Keni parasysh që të gjitha janë të pranueshme, pastaj në varësi të situatës do të vendosim ne nëse do flasim në mënyrë të shkurtër ose në mënyrë pak më të gjatë. Për shembull, mënyra më e gjatë do të ishte të themi numrin, të themi monedhën, si $13, të themi and, dhe pastaj të themi përsëri numrin dhe cents, 25 cents. Një mënyrë e dytë është duke hequr and, pra duke thënë, si në rastin e dytë, $13, 25 cents, pa and. Aspekti I tretë, mund të heqim fjalën cents, të themi $13, 25. Dhe rasti I fundit është duke hequr edhe fjalën dollars dhe duke lënë vetëm numrat. Kuptohet pse këtu do të bëjmë pa kujdes që të jemi të sigurt që personi e kupton se për çfarë po flasim.
1325. Okay? Në përgjithësi kuptohet, nëse jemi ne duke blerë diçka ose duke bërë pagesën në një lloj shërbimi, kuptohet që numri i parë kryesisht do t'i referohet dollarit ose euros në varësi të euros, dhe numri i dytë do t'i referohet monedhave të vogla. Okay? Të shikojmë pak në lidhje me pronunciation në të djathtë. Okay? Flasim për shkronjën C, okay, që në anglisht do ta lexojmë kryesisht si K. Në disa raste edhe si S. Atëherë, së pari, the letter C is usually pronounced S before letters E, I and Y. Pra çfarë po na thot në anglisht? Na thot se shkronja C zakonisht, pra jo gjithmonë, do thot në shumicën e rasteve, do të shqiptohet si S, pra do të lexohet, do të thuhet si S, nëse ndodhet përpara shkronjave E, I dhe Y. Pra, në shumicën e rasteve që ne do të kemi CE, CI ose CY, atëherë ka shumë gjasa që C-ja të lexohet si S, për shembull fjala cent, or pence, or city, or price. Okay? Në rastet e tjera, pastaj do të lexojmë kryesisht si K, siç thotë edhe aspekti i dytë. The letter C is pronounced K before other letters. Coffee, for example, për shembull, Canada, credit card. Pra çfarë na thotë? Në shkollë të shkronja C do të shqiptohet si K përpara shkronjave të tjera. Okay? Edhe kishim këto 4 rastet. Të vazhdojmë më tej. Le të shohim pak tani një rast konkret. Të vendosim në praktik këto aspektet që mësuam. Në të majt kemi një menu të thjesht, kemi emrin e barit, City Coffee, dhe kemi disa pije në të majt dhe disa ëmbëlsira në të djathtë. Kuptohet pasi se sa në varësi se sa i madh është edhe bari, restoranti, kafeneja, mund të kemi edhe pije të ndryshme. Atëherë, shikoni pak në rastin e parë, kemi espresso, bëjmë pak kujdes se këtu ne e themi me k në gjuhën tonë, në anglisht thuhet me s, espresso. Tani, në menu këtu ka vendosur regular dhe large. Regular, po të shikoni që është me çmimin $1.80, i referohet masës normale. Vetë fjala regular do thot diçka normale, e rregullt. Okay? Pastaj kemi fjalën large për të referuar një masë më të madhe. Por, në shumicën e rasteve mund të shikoni që kur bëhet fjalë të paktën për ekspresin, mund t'i referohemi edhe si single or double. Single në fjala teke i referohemi ekspresit normal dhe double i referohemi kur e bëj në filxhan më të madh. Nëse dikush ka punuar si kamarier o banakier, ndoshta ka pak më të lehtë ta kuptoj, kjo i referohet lugës me të cilën e bëjmë kafen. Kur kemi lugën teke për të bërë një kafe normale, pra single, pastaj ka dhe një lugë pak më të madhe që bën 2 kafe në të njëjtën kohë, ose mund të bëjmë një kafe më të madhe tek ajo dhe që i themi double. Kurse në përgjithësi pastaj pijet e tjera do të i referohemi me shprehjet regular dhe large, nëse ka 2 masa të ndryshme. Pastaj kuptohet në kafene të tilla si Starbucks, që ka shumë llojshmëri pijesh dhe shumë llojshmëri masësh, mund të kemi dhe masa ekstra, dhe në këto raste do përdoren ato masat universale, për shembull small, medium, large, extra large, që shikojmë edhe në gjëra të tjera. Pijet e tjera cilat janë, kemi americano, cappuccino, latte dhe në fund kemi tea. Keni parasysh që shumica për këtyre ngjajnë me fjalën e përdorur në italisht për pijet, sepse disa prej tyre janë marrë nga gjuha italiane, kështu kanë ruajtur të njëjtën formë. Pastaj në të djathtë kemi disa ëmbëlsira, kemi chocolate brownies, okay, kemi muffin dhe kemi cookies. Cookies në përgjithësi u referohemi biskotave. Brownie dhe muffin janë si lloj keku, domethënë, mund të shikoni edhe në internet për kuriozitet. Të shikojmë në një rast konkret tani, kur një grua shkon në një kafene, në një bar dhe porosit diçka, domethënë si e bën porosin, masën që kërkon, pyet për çmimin dhe bën pagesën. Kështu që edhe ne mund ta vendosim në praktikë nëse ndodhemi në një situatë të ngjashme. Atëherë kemi waiter, kamarieri, dhe kemi woman, që është gruaja. Atëherë, i pari është kamarieri që flet, welcome to City Coffee, pra mirë se erdhët në City Coffee është emri i kafenesë, sikur themi kafja e qytetit. Pastaj është gruaja, hi, a coffee and a chocolate brownie, please. Pra, shikoj, pra, përshëndet, kërkon 2 gjëra, një kafe dhe një chocolate brownie, të lutem, thot
pastaj kamarieri, what kind of coffee, okay? Shikojmë sepse siç pamë, espresso, americano, cappuccino, latte, mund të kenë edhe të tjera, të gjitha kryesisht janë kafe, pastaj normalisht pastaj përbëhen në masa të ndryshme ose duke shtuar edhe elemente të tjerë, ose punë qumshit, okay? Por në fundit janë kafe të gjitha, prandaj edhe kamarieri, duke qenë se ajo nuk e specifikon, e pyet what kind of coffee, pra çfarë lloji kafeje, okay? Edhe jep opsionet që kanë aty, espresso, americano, cappuccino or latte. Pra këto janë 4 opsionet që ka kafeneja. Si përgjigjet gruaja? A cappuccino, please. Pra një cappuccino, të lutem. Vazhdon të pyesi kamarieri, regular or large? Pra regular masa normale ose large masa më e madhe. Dhe gruaja përgjigjet regular, pra normale. E pyet për çmimin, how much is it? Okay? Kujtojmë edhe një lidhje me çmimin. It kemi thënë që është përemri që ne përdorim me kuptimin ai, ajo, kur i referohemi një, jo individi, jo njeriu, një sendi, një kafshë, ai, ajo. Por në rastin tonë gruaja porositi 2 gjëra, porositi një cappuccino dhe një ëmbëlsirë, chocolate brownie në mënyrë konkrete. Pse u referua me it si ajo? Okay, a mund të përdorim shumësin në këtë rast? Patjetër mund të përdorim edhe shumësin, nuk është problem. Por duke qenë se edhe nëse porosisim disa sende, nëse ne i referohemi kostos totale, mund të përdorim edhe për emrin it në total. Okay? Si është përgjigja e kamarierit, $6.20 please. Pra $6 dhe 20 cent, të lutem. Gruaja, here you are. Here you are. Shpreha here you are do të ishte ngjashme me atë që ne themi në shqip ja ku i keni ose ja ku e ke kur i tregojmë ose i ofrojmë diçka personit. Në rastin tonë kjo po i jep pagesën, prandaj thot here you are. Kamarieri e falenderon, thank you, dhe pastaj thot here is your change. Me të njëjtin koncept, here is your çfarë? Change. Fjala change ka disa kuptime në gjuhën angleze, kuptimi ndryshim, gjithashtu e përdorim edhe me kuptimin kur i thejmë kusurin dikujt. Me çfarë kuptimi? Sepse ka dhe kuptimin këmbej. Do të thënë ne kemi këmbyer x lek me pije dhe ushimin që morën dhe pastaj na kthehet pjesa tjetër. Okay? Atëherë, bukur. Kaq kishim edhe për këtë mësim. Ju falenderoj për vëmendjen si gjithmonë dhe shihemi në videon e radhës.